Dënimi vetëm e gjobë nga gjykata e Tiranës i 45 vjeçarit Ardian Prenjasi, i cili dyshohet se ka kryer akte pedofilie me të mitur, ka nxitur reagimin e shoqërisë civile dhe qindra qytetarëve të thjeshtë. Nëpërmjet një deklarate të shpërndarë për mediat bëhet me dije se sot në orën 17:30 përballë Këshillit të Lartë të Drejtësisë nën moton "Unë nuk do të hesh" do të organizohet një protestë e cila synon të kërkojë forcimin dhe zbatimin e ligjit në mënyrë që kriminalë të tillë të mos kenë rrethana lehtësuese në asnjë rast kur ata i nënshtrohen gjykimit. Gjithashtu do të kërkohet që për rastin në fjalë gjyqtarët dhe prokurorët të mbajnë përgjegjësi dhe të largohen nga profesioni nëse provohet që rasti i Prenjasit nuk është trajtuar konform ligjit. Gjatë kësaj proteste pritet i bëhen gjithashtu homazhe të ndjerit Julian Çela, fëmijës 11 vjeçar që humbi jetën për shkak të neglizhencës dhe padrejtësisë së sistemit të drejtësisë. Me qirinj të ndezur në duar, protestuesit do të kujtojnë për herë të fundit jetën e tij të brishtë ndërprerë në mes në mënyrë tragjike. Gjithashtu protestuesit do të kërkojnë dënim maksimal për abuzuesin Ardian Prenjasi dhe masa të rrepta ndaj të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve që i trajtojnë me butësi të tilla raste, ndonse janë persona me precedent penal dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore.